Mos e shpërdoroni ushqimin, një mesazh për të gjithë banorët e Big Brother Kosova. Lëndrimi është një moment që ngjall shumë emocione dhe sfida për secilin banor që hyn në shtëpinë e Big Brother Kosova. Përtej lojës, intrigës dhe konkurrencës, një nga vlerat më të rëndësishme që duhet të ruhet brenda këtij ambienti është respekti për njëri tjetrin dhe për gjërat që shpesh i marrim të mirëqena, si ushqimi. Lëndrimi dhe marrëdhëniet me të gjithë banorët nuk duhet të jenë vetëm lojë për popularitet apo strategji, por gjithashtu duhet të reflektojnë përgjegjësinë dhe humanizmin që secili prej nesh duhet ta tregojë çdo ditë. Një nga çështjet më të rëndësishme që shpesh përmendet në këtë kontekst është shpërdorimi i ushqimit. Nuk duhet të harrojmë se ushqimi që kemi sot, qoftë sa i bollshëm apo i thjeshtë, nuk është diçka që duhet marrë si e garantuar. Në një shoqëri ku shumë njerëz jetojnë me mungesë të ushqimit dhe ku çdo copë bukë ka vlerë, hedhja e ushqimit nëpër shtëpi është jo vetëm një akt i pavëmendshëm, por edhe një turp i madh moral. Bukën nuk e mbajnë vetëm duart që e prodhojnë, por edhe shpirti i atyre që e kuptojnë vlerën e saj. Ai që e shpërdoron, harron falënderimin ndaj punës së atyre që e prodhuan dhe përpjekjes për të siguruar ushqim të mjaftueshëm për të gjithë. Të jetosh në një ambient si ai i Big Brother Kosova do të thotë të ndash gjithçka, kohën, emocionet dhe ushqimin. Nuk është thjesht një shtëpi televizive, është një pasqyrë e jetës së përbashkët dhe bashkëjetesës. Kur një banor vendos të mos shfrytëzojë ushqimin në mënyrën e duhur, apo ta hedhë atë vetëm për të fituar një moment komoditeti, ai po humbet diçka më të thellë, respektin për veten dhe për të tjerët. Ushqimi nuk është thjesht ushqim, është simbol i përkujdesjes, i ndarjes dhe i vlerësimit të asaj që kemi. Në çdo moment, secili nga banorët ka mundësinë të tregojë shembull të mirë për shikuesit dhe për bashkëbanorët. Duke ruajtur ushqimin dhe duke e përdorur me maturi, ne mësojmë